Segmenti rrugor Librasht Prenjas në zonën e fshatit Dragostunj është tashmë i hapur për qarkullim normal pas përfundimit të punimeve të kryera nga Autoriteti Rrugor Shqiptar. Ndërhyrja u realizua pas krijimit të një situate problematike në këtë aks kombëtar, ku një masiv dheu dhe shkëmbor paraqiste rrezik për sigurinë e lëvizjes së mjeteve. Ky segment është veçanërisht i rëndësishëm për lidhjen e qarkut të Korçës me zonën e Elbasanit dhe përdoret çdo ditë nga 10 drejtues mjetesh për fshirje dhe transportin e mallrave dhe udhëtarëve. Punimet konsistuan në heqjen e masivit të rrezikshëm, pastrimin e plot të sipërfaqes përreth, si dhe stabilizimin spërkatës duke eliminuar rrezikun e rrëshqitjeve apo rënies së materialeve inerte në rrugë. Paralelisht u garantua dhe sistemimi i zonës për të siguruar kushte më të mira dhe më të qëndrueshme për qarkullimin. Autoriteti Rrugor Shqiptar thekson se kjo ndryrje rrit ndjeshëm sigurinë rrugore, përmirëson qarkullimin dhe u shërben drejt për drejt banorëve të zonës, si dhe të gjithë përdoruesve të këtij aksi të rëndësishëm kombëtar.